Ne vazhdojmë me besu në drejtësi. Lider ton politik, edhe historik, ka dho shembull që kur është interesi i vendit, e të i kalojnë vetë vetën dhe ballavaçohen me një proces të pa drejt, në dobi të vërtetës. E vërteta është që lufta e ushtrisë ligjëtare të Kosovës dhe e qytetarëve të Kosovës ka qenë e imponume, ka qenë e drejtë, ka qenë luftë për liri dhe pavarësi. Ne besojmë drejtësi. Populli i Kosovës e pret me shumë interesim datën 16 shtator. I bazën e asaj që kemi pa deri me tani, nuk ka asnjë arsye, asnjë fakt, asnjë rrethon që çon në një vendim tjetër ose vendim lirues për liderët tonë, për ish-udhëheqësit tonë, edhe gjatë kohës angazhimit tyre deri në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, po edhe në shpalljen e pavarësisë dhe në ndërtimin e institucioneve. Aja është temë që është proces i ndarë dhe nuk isha dash dikush që atë çështje me ndërlidh për me prodhu situata të pakëndshme dhe të panevojshme për vendin.